kaq... Të japi sugjerim. E ke figurë shumë të mirë dhe shumë pastre. Mos e prish figurën duke nejtaj shumë arrogant. Nuk jap të nejt me arrogant. Je duke nejt. Unë po t'jap mendimin tim ti bëj çfarë dush, e kupton? Momentin që ai e ka prish figurën, ai shumë mos po them mos i fal. Nuk po them as mos ul asnjëherë aty ku ti ai. Po nëse ti rri shumë, e të kap kamera me atë person, edhe ke festa për shembull që ike edhe në tavolinë, nuk del mirë. Jo, unë kesh ke krisë, ke edhe krisë se aty 3 me qëkova. Prap, ishte edhe ai. Edhe krisi nuk është se ka ndaj nam të mirë. Po ky e ka namin skandalos. Ai përfiton me net me ty, se ai ke ty nxjerr më të mirën e vet, se ti nuk je njëri që të ofendon, nuk je njëri që tul, nuk je njëri që them unë, nuk të mirë kupton. Ti e lejon atë ke ty me tregu anën e vet mirë. Po problemi është që te ty tregohet, më thonjë dhe ana keqe. Duke net me një person që këtu ka bëj me zeza. Se dhe unë ulem gjithë, por unë i kam thanë, unë kam e të ra, unë kam e të kundërshtu, që tjetër është kjo këtu, që është gafa BBG, se normale unë i dal të drejtës.